Opa! Jemi rikthyer zonja zotri. Si çdo të prende nga ora 9 e darkës dhe në orën 11, ndoshta edhe më vonë, sipas aktualitetit. Jemi në këto momente, vazhdojmë të jemi dhe 30 minuta me Ilir Kullën, ekspert ushtarak, geopolitik, strateg niveleve të larta, njeriu që di shumë çka, po thot pak çka, ose ato që duhet thot. Flasët fabulën në ekran, pa, një sekundë dio, para se të flasësh fabulën, le të kujtojmë se East Side Residency është në krahun tonë. Çdo më thënë East Side Residence, shikoni. Shikoni, e kemi këtu në kanë, por shikoni atje. Ja shite, ja. Perle papare. Është një perle papare East Side Residenca, vila më shumë xham se sa beton, në mes të natyrës, në kodrën këtu në kodrat në këtu të Lundër, Gjithër me ne, do thoni ju Alian ku është Lundra, ka shumë do ikë se di ku është Lundra. Do ta dini Lundër është një fshat shumë i vjetër i Tiranës, fshat me histori, po, patjetër. Shumë kur jeni shkonin në Elbasan, ktheuni futur rreth i math atje në Unaz, ke parasysh? Ka trafiker pas terës, mos fundjavë, po edhe gjatë javës bëhet trafik, për shkak se duhet pritur trau i qendrës komerciale të hapet. Më kupton një trafik i tmerrshëm, është më keq se në Tiranë. Po çon si ka, ju gjeni momentin i kaloni, bam futuni, do shikoni do shikoni lobi në krah djathtë, pastaj BKT-n, pastaj MSN-n, pastaj bam, është kjo East Side Residence. Shikoj çfarë perle. Ka vllua pronotimet. Kapni atë numrin e telefonit, thoni e pam Teçani, bam 5% ulje. Bravo Klodi, bravo Petro. East Side Residence. Rikthehemi le diot e fabulë e parë. Kulla, kemi 5 minuta kohë për ta shpjeguar gjë. Çfarë po ndodh? Shumë e thjeshtë. CIA është ulur dhe po negocion në Katar drejt për drejt me Hamasin. Për paqen në Gaza. Arpushimin dhe paqen në Gaza. Është herë e parë që amerikanët konsiderojnë Hamasin si e vetmja strukturë politike që përfaqëson palestinezët me ndikim, pavarësisht se ata kanë pasur gjithmonë marrëdhënie diplomatike me Abu Mazin në bregun perëndimor e tjerë. Dhe kjo ka ardhur si rrjedhojë e kërkesës së fuqive arabe, të cilët janë partnerë të Trumpit sot, pra Katarit, Arabisë Saudite, Kuwaitit, Emirateve, po edhe Turqisë. Cilët janë sponsor të leadershipit politik të Hamasit edhe të gjithë asaj që po ndodh në Gaza. Për shkak situatës gjeopolitike në botë, presidenti Trump mendon që arabët nuk mund t'ia lërë Kinës, nuk ka luksin t'ia lërë Kinës. Vizita e fundit ishte shumë e rëndësishme. Dhe deri tani është negociuar me CIA ka negociuar, amerikanët ka negociuar me Hamasin me ndërmjetës, kurse tani negocimi është i drejt për drejt. Mossadi është jashtë lojë në këtë histori? Mossadi është jashtë lojë dhe kjo ka rritur shumë nervozizmin për shkak se të Izraelit, qeverisë Izraelit, komunitetit inteligjencës dhe sigurisht edhe Mossadit, sepse Mossadi ka listën e atyre që duhet të eliminojë fizikisht në Katar, në Turqi e tjerë, që fillojë nga gjithë leadershipi politik i Hamasit, siç ishte Ismail Haniyeh që u vra në Iran vjet gjatë luftës. Dhe kjo e çon Mossadin në përplasje direkt me CIA-n, pasi CIA ka dhënë garanci që këta njerëz me cilët CIA negocion nuk mund të vriten goditën ndërkohë që CIA negocion. Dhe po punojnë në dy drejtime komplet të kundërta. Mossadi konsideron terrorist dhe i ka në listën e eliminimit fizik të gjithë, ndërkohë CIA ka filluar të negociojë me ta në mënyrë që të arrihet paqja. Dhe kjo ka krijuar një përplasje të hapur mes dy administratave, qeverisë së Tel Avivit dhe qeverisë së Washingtonit, dhe kuptohet dhe të agjencive të inteligjencës. Dhe si mbaron kjo histori? Pra në fund kush e fiton luftën? Do ta shohim, unë mendoj që se përplasja midis Mossadit dhe CIA-s duhet të jetë e rrezikshme, duhet të ketë dëme kolaterale apo jo? Kulla të mëdha. Ja, nuk është kaq e thjeshtë, duhet të interpretuar dhe raporti i forcave, sepse sot Mossadi dhe CIA janë bashkë kundër Iranit, ndërkohë izraelitët janë edhe nervoz për shkak sepse amerikanët po negociojnë edhe me Iranin për marrëveshjen bërthamore, dhe është një krizë e cila nuk është parë ndonjëherë më përpara. Asnjëherë nuk ka pasur përplasje të tilla? Ka patur, po jo në këto nivele. Jo në këto nivele. Jo në këto nivele, sepse dy çështjet, Hamasi në një anë dhe çështja e bërthamores në negociatave bërthamore që po bën Amerika me Iranin në anën tjetër, i nervozon izraelitët dhe sigurisht Mossadi që shërbimi që është i shpërndarë në gjithë ato rajon aty, e shef këtë gjë me shumë shqetësim dhe me nervozisëm të madh, pa përmendur këtu faktin që
presidenti Trump u ullë dhe takoi në Arabi Saudite drejt për drejt Al-Sharën, presidentin e ri të Sirisë, të cilët izraelitët e shohin me shqetësim pikërisht për shkak situatës, sepse ai vjen nga ata që deri dje ishin xhihadistë dhe ishin të ashtu quajtur dhe të konsideruar terroristë, dhe sot janë qeveria e Sirisë. Kështu që kjo ka arritur një lloj tensioni politik, por jo vetëm tension politik, po edhe një përplasje, një shtërngim marrëdhëniesh në kuptimin e shërbimeve inteligjente amerikane dhe... Ata jo se komunikojnë apo jo? Sigurisht komunikojnë, po nuk ja kanë më besë njëri tjetrit, sepse... Qartë, në fakt asnjëherë s'ja kanë pasur. Po sigurisht, po tash është më rënd akoma. Më e theksuar. Po çan do? Por duhet konsideruar që prapë është... Se do shpëgosh i të hartën, ose mund të kuptosh. Harta shumë e thjeshtë... Shteti lindjes mesit goditura nga veprime armiqësore të kontinuara nga Mossad e CIA. Është shumë e thjeshtë. Mossadi ka goditur disa herë në Egjipt, që është edhe fqinjë aty. Kuptohet kjo ndër vite. Edhe poshtë në Sudan. Sudani është një vend që është në luftë civile dhe ka një prezencë të madhe të Rusisë tash po është gjithë pjesa e detit Kuq. Atje një nga operacionet më të famshme është bërë pikërisht aty në fund detit Kuq, ku në vitet 70 dhe 80 Mossadi arriti të transportoj pa e kuptuar vendasit aty, do me thënë Eritrea, dhe që po arrinte të transportonte drejt, të shpëtonte drejt Izraelit hebrejt zezak, hebrejt të hershëm të... Qartë. Dhe ka dhe filma, ka dhe histori, do me thënë, të pjesës këtej të detit Kuq. Dhe pastaj janë operacionet që janë bërë, ju e shikonin hartë aty në Emirate, vrasje që ka bërë Mossadi. Po këto me blu qa janë, se nuk e lexoja ta bënë në poshtën. Janë me blu dhe të bardhë. Atëre ti ke ato blu me të bardhë mes është CIA, dhe ajo me bardhë me blu në mes është Mossadi. Dakord. Dhe pastaj ke operacionet të Mossadit në Irak, në Kurdistan, pasi thuhet që forcat e Kurdistanit pra janë mbështetur vazhdimisht nga Izraeli dhe nga Mossadi, në Siri, në Iran, në Emirate, në Katar, pra, dhe tashi kemi një bashkëpunim të tyre në Yemen, ku ndodhet edhe Arabia Saudite, edhe CIA, edhe Mossadi kundër Iranit, dhe kjo është arsye pse kemi ato goditje që Huthët godasin dhe këta kundër godasin Huthët. Është një situatë e cila lëviz, dhe në disa shtete ata janë aleat, në disa shtete ata nuk i zënë më besë njëri tjetrit, por... Ore kulla, unë i gjithë nuk kuptoj molla. Më shpjegojnë gjithë lullën. Qëllimi i përbashkët, në fakt, i Amerikanëve dhe Izraelit cili është? Izraeli, në fakt, pavarësisht se çfarë thotë Netanyahu, kërkon që të mbaroj lufta atje apo kërkon që të deportohen të gjithë gazauitët dhe të ikin nga ai vend? Shiko, Izraeli është një shtet... Sepse këtu do të kuptojmë, pra pse Trumpi një moment saktuar, duhet krijoj konflikt me Netanyahun. Sepse Trumpi duhet vlerësoj, po bën një vlerësim më të gjerë, si në rastin e Rusisë. Dhe vlerësimi që bën Trumpi është që të gjithë vendet arabe janë në kërcënimin e kalimit të një aleancë me Kinën, dhe të bëjnë pjesë e BRICS-it. Parashikohet që në javët në vijim të vizitoj Egjiptin presidenti Kinës, Rusia është vendosur në Sudan, para 2 vitesh u bën një marrëveshje paqe nga Kina mes Iranit dhe Arabisë Saudite, armiq të përhershëm. Iraku është një vend që ka kaluar gjysmat e Irakut pak në kontrollin iranian, dhe ne pamë edhe gjatë luftës fundit ishte një vend nga ku iranianët vazhdonin çonin trupa drejt frontit me Izraelin, ose raketat iraniane kalonin nga sipër Irakut. Irani përbën një kërcënim permanent për Izraelin për shkak të sistemit raketor, por edhe për shkak të morës. Por nga ana tjetër, Amerika e Trumpit kërkon që ta ndërpres këtë kanal komunikimi mes lindjes mesme dhe Kinës, sepse shef shumë të rrezikshme në afatgjat, sepse nëse Kina do të arrinte të siguronte burimet e saj energjetike nëpërmjet gazsjellsave dhe naftsjellsave që vijnë nga lindja e mesme dhe shkojnë drejt për drejt në Kinë, pasi aty i bashkon territori i Afganistanit nga Irani. Irani është në kufi me Afganistanin. Kjo do të përbënte për amerikanët një humbje strategjike shekullore. Prandaj thot Izraelit, ne ju garantojmë juve sigurinë, por në anën tjetër ju tani duhet të na dëgjoni ne, sepse ne kemi nevojë për paqe në njohjen e shtetit palestinez, paqe, sepse ne nuk duam të humbim aleatët tanë strategjik në atë rajon, siç jeni ju aleat strategjik për ne, janë edhe arabët aleat strategjik. Kështu që lufta prandaj është shumë delikate, është edhe diplomatike dhe politike dhe Pritet për shembull që ditët që vinë dëgjojmë ndonjë
ekzekutim të mistershëm ose në vdekjet papritur për shembull të ndonjë, po themi, agentit të shërbimit të Mossadit apo të CIA-s? Në këto javë që vinë. Shiko, duhet kuptojmë që në botën e shërbimeve inteligjente, eliminimi i agentëve pa dashje me dashje apo edhe si gjysmë me dashje është gjithmonë një gjë prezente dhe ndodhin dhe shpesh ndodhin dhe ne nuk i marrim vesh. Kështu që kjo është një gjë që kur merren vesh, për shembull, është rasti i famshëm i Khaled Meshalit, se ky është një bashkëpunim që CIA bëri edhe me Mossadin, edhe me shërbimin e Jordanisë. Në 97-ën, Khaled Meshali, lideri politik i Hamasit, që sot është lideri politik i politikës jashtme të Hamasit që është në Katar, u helmua në Jordani në hotel, në një intervist në thojza nga 2 agentë Mossadit që shkuan si gazetarë të intervistonin, dhe përfundojnë gjendje kome. Atëhere, mbreti i Jordanisë asaj kohe, babai i mbretit soshëm, shkoi kërkoi ndihmë drejt për drejt presidentit të kohës Clinton, i cili kërkoi ndihmë kryeministrit të Izraelit, ka qenë Netanyahu, dhe i tha, tash siç thatë Helmin, na jepni edhe kundër Helmin, sepse mbreti i Jordanisë tha që nëse vdes Khaled Meshali në Jordani, atëherë mua do më çohen, sepse 60% e popullsisë së Jordanisë është palestineze. Mua do më çohen në kryengritje dhe rrezikoj që të bie. Dhe amerikanët vlerësuan që ishte shumë e rëndësishme mbajtja në këmbë e mbretërisë hashemite të Jordanisë, se sa vdekja e Khaled Meshalit, kështu që Mossadi që helmoi, Mossadi i dha amerikanëve dhe kundër Helmit, dhe pastaj ai u shërua dhe është gjallë sot e kësaj dite dhe tregon këtë. Po. E tregon vetë histori? Po, mua ma ka treguar personalisht, po e ka treguar dhe me. Ka treguar ti? Po disa herë. Kam dhe foto ta kam nxjerrë ty në emision me ta. Se më. Po. Kush ishte ky të njëjë? Khaled Meshali, lideri politik i politikës jashtme, si më thënë ministri i jashtëm. Ministri i jashtëm i kujt? Ish ministri i jashtëm. I asaj që është Hamasi, pra kreu i politikës jashtme të Komitetit Politik të Hamasit, që është në Katar. Po më ke thënë këtë, Dhe është në Katar, është zyrtar. Atë nuk e heqën një qafe, atë duan të kenë. Po e provuan për ta heqë një qafe, po të me hoqë një qafe. Po sa vjeç është ai tani? Tash Khaledi duhet të jetë diku te 70 vjeç. Okej. Kështu që historitë e shërbimeve janë kështu, domethënë. Ajo të lutem lajmëron çik shpesh mund t'i gjesh bashkë, janë drejtë darkë dhe janë dhe lajmëron çik me telefon. Lajmërosh me telefonin, të lutem 2 të ftuarit e tjerë të bëhen gati, se hyn për pak minuta, për çere kore. 7 minuta. Ledio, ky është momenti që mund të plasim fabulën tjetër me kullën e ekran. Çift dërgon një çut na sjelli ujë. Jemi në fillim qershorit, është vap. Kemi harruar ujin. Merr telefon thuaj Ledios, të marrësh një telefon ata çuna të marrin lart te qendra dhe të porositin se ujë të ftohta. Një 6-7 copë se na duan. A Ledios, lutem. Me qira fjala. Kulla. Italianët vazhdojnë, kanë vite në fakt, që flasin për mafje shqiptare. Ndërkohë, aktualitetet janë shumëta që kanë ndodhur këto ditë në fakt. Po ne me qëllim sot vendosëm të mos merreshim me ato dhe të shkonim thellë, dhe sa çështje që na interesojnë shumë, por që s'kemi pasur ndoshta deri tani momenti për t'i thelluar, sepse aktualitetet nuk të lënë, të pengojnë, e kupton? Të marrin kohën. Ne vendosëm t'i braktisim moment ngjarjet e aktualitetit dhe të merremi me këtë. Në fakt, në Shqipëri ka mafje të vërtetë okulla, siç ka në Itali, ose siç ka pas në Itali, siç ka akoma ndoshta ku diun, apo janë banda të forta të organizuara. Cila është e vërteta? Mund të japësh një përgjigje shkencore? Janë banda trafikantësh, por në fillim do të shpjegoj çfarë është mafja. Po, sa do ta bëj këtë pyetje në fakt. Mafja si emërtim është një krijim letrar i një shkrimtari siciliano-amerikan që quhet Mario Puzo. Mario Puzo. Po. Çfarë perle. Mafja nuk ekziston në konceptin. Unë kam jetuar në Sicili dhe në jug të Italisë dhe disa nga ata personazhe që janë në burg përjetshëm sot ose të penduarit, i kam njohur dhe personalisht, si jemi bashkë. Nuk ekziston fjala mafja. Jo, ekziston, si nuk ekziston? Jo, është një krijim letrar dhe është po çdo më thën M-A-F-I-A. Ka lidhje, është një krijim letrar, nuk ka lidhje fare. Nuk është se është shkurtimi i diçkaje. Vjen është përshkrimi i shoqërive të organizuara të rendit të pushtetit në mesjet, të cilat vijuan edhe pas mesjetës. Si janë të organizuara të ashtu quajturit familje mafiose. Marrim atë që quajnë sicilianët la nostra cosa.
që është gjëja e jonë, nuk është Cosa Nostra. Cosa Nostra është kurtim. Gjëja e jonë. Atëre, janë të organizuara në formë piramidale dhe të strukturuar. Cilat janë strukturat? Janë levat e reja të cilat përdoren si manovalan, si krapune. Pra, nëse do duhet të vënë gjoba, nëse do duhet vjedhin, nëse duhet bëjnë e tjerë. Deri në këtë moment, këto lloj dhe janë struktura me familje në territor. Pra, kanë pasur gjithmonë një kontroll të territorit. Vinë nga Mesjeta, kur Sicilia në kohën e spanjollëve dominohej nga baronët e famshëm, njënin mbretin e Aragonos, më vonë edhe mbretin e Francës për mbret. Po, ata Bourbonët duket kush ishin? Po, ishin Bourbonët, dhe pastaj arrinin të dominonin territorin në të lloj forme, kryesisht në zonat e fshatrave, kështu lind si koncept. Dhe pastaj evolohet me krijimin e Italisë të bashkuar, me ardhjen e Garibaldit e tjerë, dhe me ardhjen e Garibaldit të ashtuquajturat, pra grupime mafioze, pra të ashtuquarit familje, marrin dhe më shumë pushtet, sepse aty fillojnë dhe ndajnë pushtetin politik me fillim me Garibaldin, sepse Garibaldi ishte mjeshtër i madh i masonisë botërore dhe ishte revolucion masonik bashkimi i Italisë, sepse ishte reduktimi i pushtetit kishës. Në fakt, Italia deri në atë moment kontrollohej nga kisha të gjithë mbretët. Edhe fjalë shumë i bukur Netflix. Dhe pastaj vim tek kohët që jemi sot. Tash ti bëjmë një shpjegim njerëzve si janë të organizuar familjet mafioze. Fillojnë nga poshtë. Janë ata të cilët ne njohim si levat, të cilët nuk janë akoma ushtarë. Pastaj vinë ushtarët. Ushtarët për një familje. Një familje nuk është mafja. Do të shpjegoj si vjen nga poshtë për të ardhur deri në nivelin lart. Betimi për të bërë ushtar është një betim i tipit masonik edhe fetar. Betohesh mbi Bibël, digjet, ka një tekst të betimit, ka edhe ata njerëz të cilët të pagëzojnë ty kur digjet figura e një shenjti të caktuar, varet cili shenjt, për shembull zonën e Palermos është Shën Rosalia, në zonën e Katanes është Shën Agata, varet. Dhe digjet dhe betimi thot: u djegt shpirti im, trupi im, kocka ime, nëse unë tradhtoj këtë vllazëri. Këtë gjë thot. Këtë vllazëri, këtë gjë të bukur thot që është, në cilën ne do japim jetën e tjerë. Dhe pra ky është një besim, gati një besim. Dhe du t'jetë shumë i lashtë, apo jo? Nga vjen? Po vjen pra nga Mesjeta. Nga cilat kora? Nga Mesjeta vjen. Nga korat e errta shumë? Po. Dhe bëhet një betim tipik fetar. Nga ky moment, ushtari ka rritje në karrierë. Pra, disa familje kanë ushtarët dhe pastaj kanë drejtuesit e familjes. Në drejtuesit e familjes kanë gjithmonë 1 ose 2 këshilltar drejtues të familjes. Dhe pastaj kanë zëvendës kryetarin e familjes, si quhet përfaqësues ose zëvendës përfaqësuesi, dhe pastaj kanë përfaqësuesin e kësaj familjes, të kësaj gjës, ata quhen la nostra cosa, pra gjëja e jon. Okej. Kanë shenjat e tyre të njohjes, pra mënyra se si preken, se si puthen, se si ashtu, janë shumë të ngjashme me pjesën masonike, domethënë. Ndonjëherë janë dhe të përbashkëta, se varet ku është rajon. Dhe pastaj kanë ndarjen e territorit. Pra, ky qytet dominohet nga këta, ky nga këta. Për çdo provincë, pra në Sicili, Sicilia ka disa provinca, ka një komision provincial. Dhe për çdo komision provincial, pra ku çdo familje çon përfaqësuesin e vet, ka prapë në të njëjtën strukturë, pra ka një nën komision provincial ku janë këshilltarët, është zëvendës, është financieri, sepse kanë dhe këta mbajnë dhe arkën e përbashkët. Po patjetër, po. Ka rroga për antarët, pra për ushtarët, për familjet e tyre, edhe për ata që janë në burg, ka rroga për secilin nga këta, dhe për secilin nga këta tash çohet edhe një përfaqësues tek komisioni i madh provincial, dhe nga 6-5 komisionet provinciale që kanë ata, kanë dhe një komision rajonal, që është ajo që ne njohim si kupola, ose kupola, domethënë, ku edhe atje organizimi është pak a shumë i njëjtë, çdo familje çon nga një përfaqësues. Pra piramida është e qartë dhe kështu ka qenë prej kohësh thua ti. Kështu ka qenë gjithmonë. Her pas here, pra goditja që i dha Giovanni Falcone është që me Maxi procesin për herë të parë është zbërthyer ky lloj organigram i të ashtuquajturës mafie. Pak a shumë me të njëjtën ngjashmëri kanë edhe kalabrezët në të ashtuquajturën Ndrangheta, po ata janë të organizuar në një lloj forme tjetër, që quhen ndrina, pra ato e kanë familjare, prandaj kanë më pak të penduar.
kamorra në Napoli, po ata kanë qenë kryesisht më shumë trafikant. Dhe ka edhe kjo që kemi ne përballë që quhet Sacra Corona Unita, që do të thotë korona e bashkuar e shenjtë, edhe ata po me shenjtërimin. Her pas here ndodh që në grupimet e këtyre në historinë e mafias ka pasur madje edhe priftrinj. Në rastin e Riinës, Toto Riinës, një nga vrasit kryesor në vitet 82 që njihej vllai Giacinto ishte prift franceskan. Dhe ai ditën rrinte si prift franceskan, natën shkonte bënte vrasje me këta. Çfarë perle. Dhe këto transmetohen gjithmonë me familje dhe prandaj ata kanë ndjen shumë goditjen për shkak kur ndodhin arrestime, se duhet të mbajnë avokatët, familjet e tyre, duhet të mbajnë të burgosurit, të mbajnë me rroga dhe gjithë kjo bëhet në atë që është një ark e përbashkët që menaxhohet dhe kanë disa rregulla. Për shembull, një nga rregullat, nuk vidhet arka e përbashkët sepse dënohesh me vrasje. Dikur ka qenë nuk shpërndahet drogë, po tani kjo është tejkaluar sepse shohin si mundësi financimit ashtu. Nuk shkohet, nuk gjuhet bashortja, gruaja ose dashura e një antari tjetër të një familje, sepse dënohesh me vdekje. Nuk vidhet në familjen e një të shoqëruar antar të betuar të një familje mafioze të certifikuar. Bëhen mbledhjet në mënyrë ciklike her pas here dhe ky është një organizim tipik piramidal që ka arritur të mbjetojë edhe luftës madhe që ka bërë shteti italian ndaj familjeve mafioze. Jo gjithmonë kanë qenë suksesshëm, kanë pas momente që kanë arritur të prodhojnë me sistemin e tyre politik, kanë arritur të prodhojnë realitete ekonomike, realitete sociale, ndërmarrje të mëdha, pronar bankash, kanë arritur të prodhojnë ministra, kryeministra, Andreotti për shembull ka kaluar një proces për mafia, po edhe Berlusconi ka pasur akuza për mafia e tjerë, apo përfaqësuesit e tyre në rajonin e Sicilisë e tjerë dhe ka pasur një luftë permanente të ndershme mes shtetit edhe antishtetit si nivel pushteti. Sigurisht që kjo është krisur shumë me historinë e të ashtu quajturve të penduarit. Po pse të penduarit atje bënin, kur kanë goditur, kanë bërë një të penduar të rëndësishëm, kanë bërë namin, për shkak të organizimit, organigramës dhe organizimit strukturor. Pra ata kanë ditur gjithmonë që është bërë dhe ke rastin, për shembull është një i penduar i famshëm që ka vdekur në zonën e Catanias, i cili ishte shefi i familjes, Giuseppe Pulvirenti, u pendua në moshën 72 vjeç, edhe ishte në një familje ku kishte dhëndurët e vetë për çdo qytet, për çdo zonë, quhej Malpasotu, që vinte nga zona e tij poshtë Etnës, Belpaso, me që ty të pëlqen Etna, ke qenë aty. Bukur shumë, po. Dhe ky në moshën 72 vjeç shkalloi, u pendua, u dashurua pas një gruaje të renja 30 vjeç dhe dënoi me burgimet përjetshme dhëndurët e vet, disa nga cilët u bën ata të penduar. Shiten dhëndurët gjithandaj kulla. Si shpjegohet? Dhëndurët, po edhe 2 djemtë e vet. Dhe është një skenë shumë e bukur, mund ta gjesh në YouTube, kur ai përplaset me të birin në sallë, që ky i thot birit që unë i kërkova takim që pendoj edhe i birit, dhe i biri fillon dhe e shan e tjerë. Dhe pjesa tjetër e familjes mohuan babain pikërisht sa ju bë i penduar. Vite më vonë ai vdiq një aksident diku afër Romës në Civitavecchia. Aksident ua? Aksident. Domethënë? Civitavecchia. Po, afër Romës. Edhe ka shumë shembuj të tillë, por pjesa tjetër që ka ndryshuar natyrën e mafjes sot është globalizimi i botës dhe lloji i prodhimit i trafikit. Pra, këta kanë hequr, nuk janë më ashtu, janë bërë me kravata, me këmisha, me xhaketa, kanë hyrë në biznese zyrtare etj. Pra ti thua vazhdon, po janë alienuar pak. Transformuar. Për shembull, një pjesë e biznesit permanent të mafjes ka qenë për shembull kontrolli i tregjeve. Tregu i frutave, tregjet elektrik. Pastrimin e Tiranës. Edhe pastrimet i kanë pasur. Gjithë pastrimet, i vetëm Tiranës. Po kjo ka qenë në mënyrë sistematike. Nuk merre me atë punë. Kjo ka qenë në mënyrë sistematike organizimi i tyre dhe kjo ka prodhuar edhe vota se ka qenë sistem pushteti. Po sigurisht. Në Shqipëri kemi një sistem komplet tjetër. Lindim nga kontrabandist dhe trafikant, të cilët kanë bërë sasi lekësh dhe ata investojnë dhe këta tanët mund t'i quash çfarë duash. Po mafje dhe familje mafioze është një koncept shumë larg realitetit që kemi ne, sepse, si ta shpjegova, në familjet mafioze ekziston ajo që quhet bindshmëri. Betim mbi librin e shenjtë. Obeisance, duke se thuhet italisht. Po, bindshmëri, ajo quhet ubedienca. Ubedienca, pra, obeisance. Po, gjë që është e pamundur. Vetëm kështu mund të shpjegosh, Arjan, pse në vitin 1943, me që ishim të CIA,
Amerikanët, Kujdes, ta kam vetëm 6 minuta kohë. në atë kohë SS-i, para artësja e CIA-s, liroi Lucky Luciano nga burgu, që ishte një nga antarët e 5 familjeve mafioze të New Yorkut që ishte në burg përjetshëm në Amerikë, në New York, e the boy, quhet Salvatore Lucania, Lucky Luciano, dhe ishte nga zona e Napolit, e the boy nga Amerika, dhe e dërgojnë në Siçili që të ule me shefat e familjeve mafioze dhe të parapërgatiste atë që quhet zbarkimi aleat nga Afrika në Siçili për rrëzimin e nazizmit dhe të fashizmit në Itali. Po mos ekziston të ky lloj organizmi. Imagjino vjen një nga Amerika, për shembull një shqiptar dhe jep urdhër këtyre. Këta si përgjigjen babës, jo ti përgjigjen dikujt që vjen nga Amerika. Pra, prandaj ti thua që në Shqipëri mund të flasësh për banda të mirë organizuara, po jo për mafje. Jo, është komplet koncept tjetër, për shembull, është komplet një natyrë. Pra ti thua ka një inflacion të madh me termin mafje për Shqipërinë. Jo vetëm inflacion, po ka edhe një dëm që i krijohet, sepse të ekziston bindja që ti vjen nga jashtë edhe thua këtu ka mafje, është një ndërkohë që këtu është komplet e kundërta. Këtu secili është mafioz në vete si pasojë logjike. Nuk keq akoma. Po sepse ki parasysh secili këtu nuk e se ka një ark përbashkët dhe i vendosin lekët në një ark përbashkët dhe marrin përqindjen ose po është më keq akoma. Patën atje mafia bën dhe derë është organizuar apo jo? Aty është sistem shoqëror, sistem pushteti. Kurse këtu është i organizuar siç jemi në shoqëri kaotike, domethënë në llojin ton. Pa rregulla. Edhe pa rregulla. Dhe ajo që nuk shkon është që këta mundohen për shembull. Unë kam lexuar shumë këta gazetarët në Gjermani, po edhe në Itali, po edhe në... Po ti thua i bën dëm imazhin me kolla, po më falni një sekond. Më fal, të cilët thonë... Itali s'e bën dëm. Italia e ka të stampuar këtë gjë. La mafia. Dhe nuk ka bërë dëm. I ka bërë dëm, po Italia ka sistem të organizuar. Në Itali, kur jepet... Me ka fjarë nuk bën dëm të të huajt, si imazh, nuk prishet shumë imazhi nga këto gjëra më burr. Ja, Italisë nuk është prishur imazhi, kanë gjithë që i thonë mafiot. Është prishur edhe Italisë. Po mos u burrogulla. Lutem, po kjo është çështje konceptesh. Unë mendoj që këtu tek ne ka nevojë që vetë legjislacioni, sepse ne kemi legjislacionin kaotik, thot grupi kriminal, për shembull, grupi organizuar kriminal. Po, legjislacioni italian e ka. Grupi i organizuar kriminal 6 vjetë gjysmë dënim. Grup i organizuar kriminal me karakter mafios ka dhe 6 vjetë gjysmë tjetër. Ku e ka kështu? E ka në kod penal. Dakord. Dhe pra bën 13 vjetë. Kur e ke grup të organizuar kriminal me karakter mafios, të merr edhe atë dënim që quhet 41 bisi, pra në izolim, ku kanë shkuar gjithë bosët e mëdhejt mafjes apo ku diun mbas veprës penale që ke bërë, burgimin e përjetshëm me këto dhe ka burgje të posaçme për këta njerëz. Sepse kështu këta kanë arritur të ruajnë pushtetin. Çështja është që unë mendoj që në të ardhmen Shqipëria do duhet të shohë pak marrëdhëniet e saj me publikun, por edhe me ligjin në ndarjen dhe shpjegimin e këtyre koncepteve, sepse ata për shembull në perëndim na akuzojnë ne se kanuni jon, jashtu quajtur kanun thojë. Mund të ngjasoj me shërben me shërben, ngjason. Ngjason me kodin e jugut të Italisë, po nuk ngjason fare, s'ka lidhje fare. Po se me kanë të shkuar dhe në Itali, kanë ata kanunin e tyre. Po kjo që shpjegova unë këto rregulla, ta tjerë, Po se kemi një botim pra, kemi një botim. Po s'ka botim. Nuk ka botim, nuk është e shkruar, kanuni ka qenë i shkruar. Po kanuni ka qenë i shkruar, ka qenë për... Kushtetuta e Shqipërisë dikur. Po pra, ne jemi në... Ata ti thua si kanë të shkruara. Jo, si kanë shkruar, i kanë të trashëguar. Ishte interesante ajo që më the, sepse përmendi disa herë, thoshje me masonët, kanë ngjashmëri shumë me masonët e kështu. Ka ngjashmëri në mënyrën e organizimit dhe të bindshmërisë. Vetëm kaq. Është rastësi thua ti. Po mund të jetë edhe kopim që kanë marrë, ndoshta ka qenë edhe një njëjtën kohë, por nuk është se... Për shembull, xhidim kulla, sepse ti i njeh mirë, domos për shembull dim ka ç'na mëson historia e afërt dhe e largët. A ka ndodhur për shembull që të kenë rënë në rrugës mason të cilët kanë rënë si mafioz? Thuaj që Matteo Messina Denaro ishte mason. Ky që kapën tani së fundit. Ky që kapën dhe që vdiq në burg. Dhe që vdiq në burg. Po me kancer pankreas, thuaj që ishte i organizuar edhe ai në një lozhë të fshet masonike etj, po nuk e di, nuk mund të ta them që është ashtu. Ka pasur shumë thashë theme por edhe besoj sepse ki parasysh që në periudhën nga 44 deri në 91-shin, kur Evropa ndaj në 2 botë, pra komunizëm dhe antikomunizëm, ka qenë shumë e mundshme që të kishte aleancë politike mes masonerisë, këtij sistemi organizim territorial që ne mund ta quajmë kriminale etj, politik që mund ta quajmë mafia dhe politikës dhe institucione, sepse armiku në atë kohë ishte në Moskë. Pak a shumë jemi kthyer sot që armiku është në Moskë, edhe atëherë mundet, kurse
pastaj nëse ti shikon me kujdes, rënja e të shquarturave pushtetit të madh të pakontrolluar të familjeve mafioze në Itali, po edhe në Evropë, që se do themi, ka bëj me rënjen e komunizmit. Në momentin që ra komunizmi, pra që u shpërbë lindja komuniste, në atë moment institucionet në Itali, po jo vetëm Itali, filluan të fokusohen të këto çështje dhe kemi parë këtë historinë e 5 viteve të fundit. Në këtë minutë fundi që na ka mbetur, më duket javën e kaluar. Besoj që isha i shpjegueshëm në... Isha i paparë dhe peqës në të breva fare. Në këtë minutë fundi që na ka mbetur, javën e kaluar, më duket se unë me kohën kam probleme dhe s'më intereson më. 2 javë më parë. Jo, më duket se javën e kaluar, më the Ariana është... 2 javë më parë, 2 javë. Kur folën për grupin e Durrësit. Jo. A, ndoshta, në atë po. 2 javë më parë ka qenë? Po. 2 apo 3 javë? 2 javë. Më fole për një përvjetor, nuk e sa vjet të vrasjes së Falcones. Po ishte fiks 33 vjetori vrasjes së Falcones. Bravo. Tani, a mund ta themi për 1 minutë, e di që është histori që do një emision të tërë, dhe mund të bëjmë një emision të tërë, sepse i ikim pranë nga aktualiteti po duam, javës tjetër dhe merrem me Falconen, shumë e bukur. Kush e vrau në fakt Falconen? Sepse të gjithë thonë, paktën në memorien publike kanë bërë që ka vrarë mafia. Ndërkohë, po të flas me ca specialistë, të cilët dinë më shumë, të thonë kujdes, erdhëm radio, të thonë kujdes, është e pamundur të vrasim mafia në qoftë se ka pas bashkëmërimin e shtetit. Ajo ngjarje është... Apo kjo është nga ato ngjarje që ti nuk do të flasë më shumë se duhet? Jo, do t'jap një qelëstimin në 1 minutë. Jo për ta shpjeguar sot, në 1 minutë, po. Në 1 minutë. Më jep një qelës tani, po. Një qelës për të hyrë brenda ai. Një qelës për Arianën që të hyrë brenda te këlloma, jepi kullo. Në atë kohë, Falcone nuk ka qenë prokuror, ka qenë drejtor i madh në Ministrinë e Drejtësisë në Rom dhe ministri i tij ka qenë, që ishte edhe mik i tij, Claudio Martelli, ministri i Drejtësisë, cilin unë e kam mik. Unë e kam diskutuar edhe me Martelli. Rona Goma ai. Po sigurisht, është ndonjëherë kur vi në Shqipëri dhe ta ftoj, domethënë. Patjetër. Është shumë burr i mençur. Edhe çështja është që Falcone po vinte për një fundjavë në Palermo. Dhe ai ka udhëtuar me një avion nga ata që përdorin shërbimet inteligjente italiane për fluturimet e brendshme. Avion të cilët kanë siguri, kanë kodet tyre të komunikimit, nuk para informojnë tjerë. Pra, lëvizja e Falcones nuk mund të ishte nëse s'do kishte edhe e thot këtë, në fakt e thot në Omelin, në atë meshën e vdekjes Falcones, e thot arqipeshkvi i Palermos Papalardo, i cili thot saktësisht thot, është e pamundur thot që gjyqtari Falcone thot, televizia thot dhe këtë punë të mos e dinin ata që merreshin me sigurinë dhe me aspektin sekret. Pra e thot në momentin e varrimit, thot, tu që duhet hetohet se si morën lajmin këta që i punë. Pjesa tjetër është mënyra e ekzekutimit. Mënyra e ekzekutimit që është ajo sasi e madhe. Më thua si ishin fut minat? Ato janë futur nuk kanë qenë mina, kanë qenë eksploziv. Eksploziv, si kanë fut poshtë asfalt? Në tunelin, janë këto tunelet e kalimit të ujrave. Dakor. Poshtë, aty në fakt afrohet mali nëse ti je shef në Kapaçi, edhe është poshtë autostradës. Kapaçi sa larg është nga Palermo nga kryq? Kapaçi nga Palermo është 3-4 kilometër e fundit dhe një 10 kilometra nga aeroporti, sepse aeroporti. Dhe kishin fut eksplozive te këto kanalet që janë te kanali, po. Edhe? Dhe ata kanë bërë shpërthimin nga aty. Tani ka disa shpjegime që janë dhënë, dhe këto janë të vërtetat gjyqësore për te qa mundi. Mos ma shtero sot më besë do të bëj një emision të plotë për këtë. Atëherë e lëm në Çersin, po më jep Çersin emision të plotë. Po më jep Çersin. Pra, ka disa shpjegime. Shpjegimi është që një nga të penduarit që quhet Giovanni Brusca thotë e kam bërë unë shpërthimin. Ka dikush tjetër që thotë jo, në fakt aty në Kapaçi kishte këta që mendonin që e kanë bërë shpërthimin, po ka pas edhe një grupim tjetër që ishin ta quajturit e organizimit sekret të djathës antikomuniste që vinte nga Gladio, po duhet të t'jap një shpjegim titolit. Po jo mos u fut ata. Më thënë vetëm kaq, kush ishte në qeverinë atë kohë që u vra Falcone? Në qeveri kur është vrarë Falcone në vitin 1992. Në maj të 92-shit ishte Andreotti, i cili nuk vajti në varrim, dhe kur e pyetën Andreottin kur e pyetën Andreottin pse nuk vajte në varrim, e di çfarë i tha? S'më pëlqejnë varrimet. Po pas ka drejt Andreotti dhe unë s'vetë asnjë për varrime. Po do ta marrim këtë çështje herë tjetër. Je i madh kulla. Rikthehemi pas pak.